Shikues të Vision Plus, përshëndetje. Do të njihemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti ka qenë me vranësira mesatare deri të dendura, si dhe me intervale të herpasershme kthjellimesh. Rreshtet e shiut kanë qenë me intensitet të ulët, lokalisht mesatar në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në zonën e Alpeve, në verilindje dhe në juglindje të vendit, në lartësitë mbi 800 metër kemi patur rreshtë dëbore me intensitet të ulët. Era ka fryrë me drejtim nga veri perëndimi dhe jug perëndimi me shpejtësi 8 metër për sekond. Për gjatë vijës bregdetare, era ka fituar shpejtësi deri në 15 metër për sekond, valësimi në Adriatik dhe Jon kanë qenë 3 deri në 4 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 6 deri 15 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 9 deri 20 gradë dhe në Bregdet nga 10 deri 19 gradë Celsius. Për ditën e martë, Shqipëria do të vijë të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me vranësira të dendura, të cilat pas orëve të mëngjesit gradualisht do të vinë në shpërbërje. Rreshtet e shiut që në orët e para të ditës në pjesën më të madhe të vendit do të jenë prezente, edhe më pas gradualisht ato do të humbasin intensitet dhe territor, duke u lokalizuar vetëm në jug të vendit deri në orët e pasdites. Në zonën e Alpeve, në verilindje të vendit, në lartësitë mbi 800 metër dhe në zonën e juglindjes, në lartësitë mbi 900 metër, do të kemi sërish rreshje të dobta të dëborës. Era do të fryrë sërish me drejtim nga veri perëndimi dhe verilindja, me shpejtësi mesatare 8 metër për sekond në Bregdet dhe Lugina. Era do të fitoj shpejtësi deri në 18 metër për sekond, valësimi në Adriatik dhe Jon do të jetë sërish i forcës 3 deri në 4 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 2 deri 8 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 5 deri 15 gradë dhe në Bregdet nga 7 deri 17 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet në pjesën më të madhe të tij me kthjellime dhe vranësira kalimtare, ndërsa në lindje të rajonit do të kemi mot me vranësira me rreshtë shiu dhe dëbore. Kontinenti evropian, nga dishulli iberik, brigjet e Egeut, Europa lindore do të kenë ndikim të kushteve atmosferike të paqëndrueshme, të cilat do të sjellin mot me vranësira dhe me rreshtë shiu. Ktu kemi përfunduar. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirë takofshim.